Në spektaklin e së martës, Loredana Brati dhe Egli Tako komentuan surprizën që ju bë Eglit pas rrëfimit të saj për linjën e jetës. Ishte pikërisht ish partneri i saj Olsi Bylyku, me të cilin ka qenë në një marrëdhënie 5 vjeçare që u shfaq pa pritur në skenë. Egli e përshkroi si një surprizë të bukur por as pak të pritur. Ajo tha se ndonse të dy ndodhen në Tiranë prej 2 vitesh që janë ndarë, nuk janë përballur asnjëherë, rastësisht në ndonjë vend. Kur them që nuk e prisja, e kam fjalën për një pamundësi absolute që kjo të ndodhte, u shpreh ajo, duke shtuar mëtej se vllai i madh është plot surpriza. Megjithatë, ky moment nuk u prit mirë nga Gjesti, një tjetër banor që ka një marrëdhënie të afërt me Eglin. Ai nuk e fsheu bezdinë e tij dhe tha se nuk është ndier mirë nga ky takim. Gjesti komentoi me habi se nuk kupton pse një surprizë të tillë u bë pikërisht tani dhe pse ishte e lidhur me linjën e jetës. Pavarësisht emocionesh të përziera, Egli ruajti një ton pozitiv, duke quajtur një moment të bukur, por të papritur në çdo aspekt.